që në fakt është të vërteta është pse është në spital, edhe përveç problemit të infeksionit urinar, që ngjelet ajo thelbi i bisedës tonë, jemi përpara një refluksi, përpara një anomalie të madhe, por që shoqërohet edhe me dëmtime të shtyllës kurrizore, edhe me dëmtime të zonës anale, të rrugëve të jashtëqitjes, kështu që në këtë rast nuk jemi duke fol për një sëmundje, po jemi duke fol për një sindrom, që është një kompleks sëmundjesh. Dhe këtu pastaj bëhet më i vështirë menaxhimi, edhe është një pacient kronik sepse qëllimi i mjekut, dëshira është që ta shërojë atë infeksion urinar, ta çojë në shtëpi dhe të jetë i lumtur dhe ai thotë faleminderit. Por ka raste që ti mund ta shërosh përkohësisht, por pastaj për shkak të gjithë tyre që unë ju përmenda juve, është pacient, është kontingjent për spitalor, sepse mund kërkoj ekzaminime të ndryshme, ndërhyrje të ndryshme, të njëpasnjëshme, dhe pastaj është një problem që mund të zgjatet, dhe si këto raste ne kemi, dhe këto janë ato rastet për t'ju përgjigj pyetjes tuaj që të ngelen në mendje sepse të bëhen raste familjare. Unë kam vizitoj shumë pacientë që është e vërteta dhe i shënoj, i mbaj në kompjuter sepse kjo është gjëja edhe më e mirë që ti të kesh database-in tënd për ndjekje korrekte për të gjitha gjërat që i nevojiten pacientit, por kur vjen puna për të mbajtur emrat nuk është se i mbaj më shumë. Kurse në këto raste specifike pastaj ato të bëhen pjesë e jetës, edhe janë që edhe vetë ndonjëherë njeriu doktori dhe pse patjetër që duhet të bëj punën e doktorit, po bëhesh i ndjeshëm edhe përjeton edhe ti vështirësitë e familjes dhe vështirësitë tuaja si mjek në menaxhimin e një rasti kaq kompleks.